dhe siç duket nuk ka pasur vullnet. Vështirë se mund të ketë edhe ditëve në vazhdim. Shenjat nuk janë, pra nuk ka ndonjë deklaratë që do të thoja mund të ketë kështu përpjekje sporadike, kuptimin që të mund t'i parafrojmë palët të individet me rëndësi do të thoja në vendimare brenda partive politike, por qëndrimet, deklaratat e thëna publikisht, sikur po i mbajnë peng dy palët. Njërin që pas zgjedhjeve i quajti hajvan kundërshtarët, dhe tjerë që thanë nuk mund bashkëpunojnë me këto pas tyre fjalëve dhe po të njëjtit në fushatë që ka stanë zjeter për kryeministin Kurti. Pra, këta nuk po bashkëqeverisin sepse kanë vendosur fjalë të ashpra, jo që kanë vendosur parimet qeverisjes ose projekte të mëdha të cilat duhet që të investojmë ose jo. Pra nuk po diskutojnë ata ndërtojnë një termocentrale apo jo, ata përfundojmë infrastrukturën apo jo, por këta e kanë reduktuar qeverisjen në betejë fjalësh. Kjo kallëzën shumë për ta, e fatkeqësisht më shumë kallëzën edhe për neve, se kush na udhëheq për këto vite. Për të mos e zgjatur, partitë politike duhet i ka përsejnë këto inate. Partitë politike duhet që të shkojnë për tek tyre, sepse herë do kur, marrë edhe mas 6 muajsh, ose kur do qoftë, ne do të kemi një marrëveshje politike, sepse vendet do ta zgjedhë presidentin në vendet në mars të vitit që po vijmë. Dhe deri atëherë mund të ndodhë që do të jemi kështu në gësh, ose duhet të presim një vendim të gjykatës kushtetuese për sqaruar sa kanë të drejtë deputetët të votojnë ose si të votojnë në një proces tashmë të filluar vendimarrës. Ka pasur një farë forme tentativa të mjaftueshme nga vetëvendosje si parti e parë në këto zgjedhje për të dalë nga ngërçi politik, sepse ftesë për koalicion, siç po themi duhet gjithsesi një koalicion, ftesë për koalicion në këtë rast ka pasur vetëm për LDK-n, por jo dhe për partitë të tjera. Me LDK-n dhe me Nismën do t'i mjaftohej një shumicë kualifikuar në Kuvendin e Kosovës. Por nëse nuk bëhet me këto të dyja, a duhet të provohet me dikë tjetër? Natyrisht, unë besoj që duhet të provohet edhe me Partinë Demokratike dhe kam thënë disa herë në këtë studio. Jo të provohet, po të dërgohet ftesë mbi premisat të caktuara të qeverisjes. Pra, që është dallimet që kanë VV-ja dhe Partia Demokratike, nëse janë dallime konceptuale, qeverisjes, logjikës qeverisjes, historisë politike të tyre, duhet të thuhen. Por nuk mjafton deklarata se kanë qëndruar 4 vjet në opozitë dhe duhet të qëndrojnë edhe më gjatë. Nuk mjafton të thuhet që këta kanë qeverisur 4 vjet keq dhe nuk mund të qeverisin bashkë me ta, sepse janë partia që kanë fituar zgjedhjet. Pra, unë besoj që këta duhet të bashkoheshin ose ndashin nga projekti qeveritar dhe jo nga këto qëndrimet politike partijake, do të më shumë klanore se sa partijake, të cilat ata po i qesin zëshëm. Kam vërtetur të PDK-ja disa eksponent që janë të rëndësishëm brenda partisë, por të cilat për shkak të disa inateve, tekjeve të tyre, bllokojnë procese të rëndësishme në vendimarrjen në Partinë Demokratike. Këtë deri diku e kam parë dhe të elita demokratike fatkeqësisht. Alianca për Armërinë e Kosovës nuk ka qenë opsion për lëvizjen vetëvendosje sepse matematikisht nuk i konvenon shumë një qeverisje e tillë, nga që përsëri do duhet të dijej se ne do të shkonim në zgjedhje pa një koalicion të gjerë. Diçka ka të qartë këtu. Vetëm PDK-VV mund të prodhojë stabilitet afatgjatë nëse numrat funksionojnë. Mund të ndodhë që ne të mos, edhe nëse do të kemi një qeverisje të gjerë, po supozojmë PDK lëvizja vetëvendosje ose lëvizja vetëvendosje LDK dhe Nisma, prapë do të mund të kemi, si ta themi, rrëzim të qeverisje edhe para përfundimit të mandatit, sepse mundësia për ndarje janë shumë të ndaja në sistemin tonë politik. Të jemi të qartë, pa bashkëqeverisje nuk mund të ketë qeveri. Lidhja Demokratike duhet të marrë përsipër obligime të reja. Ajo është partia e tretë, ka mundësinë të bashkëqeverisë. Ka një logjike, para duhet të bashkëqeverisë me të tretën, në mënyrë që e dyta dhe e katërta të jenë opozitë. Ka logjik kjo është, ta themi, në shumë vende ndodhet si praktik. LDK-ja po heziton nga frika që një parafrim i mundshëm me lëvizjen vetëvendosje do t'i shkaktojë asaj një dëm elektoral, sepse kështu ka ndodhur dikur. Ka frikë që ndoshta për shkak të dallimeve të theksuara po supozoj konceptuale në qeverisë, që ka frikë ndoshta nga ndonjë zë i padukshëm që është për brenda skenës tonë politike dhe ndërkombëtare që ftojnë për ndoshta një sa ta themi hezitim për të prodhuar një koalicion mes të VV-s dhe LDK-s. Ka një hezitim të madh dhe nëse janë vetëm çështje lokale këtu, ka përcjellë shumë shpejt këto çështje, besoj. Mund të ketë, po supozoj se tash ne kemi, si ta themi, diçka të matshme, por edhe mund ta ketë diçka që po pengon kaq